Egli, me një shikim të trazuar dhe zemrën që i re fort, më në fund pranon atë që kishte kohë që përpiqej ta mohonte. Po, e pranoj. Kam ndjenja për gjestin. Thot ajo me një zë të dridhur, duke kaluar duart në përflok, sikur po përpiqet të gjejë një mënyrë për të qetësuar mendjen e saj të stuhishme. Nuk e di se si ndodhi, nuk e di pse ndodhi, por më ka pushtuar. Po çmendem pas tij dhe nuk di çfarë të bëj. Ajo ndjen se po mbytet nga emocionet dhe fjalët i dalin nga goja pa mundur t'i ndaloj. Më pëlqen gjithçka tek ai, edhe pse e di që nuk duhet. E di që është gabim, e di që ai nuk më do dhe ndoshta nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më shikon si unë e shikoj atë, nuk ndjen të njëjtën gjë si unë por prapë, nuk mund ta ndaloj veten. Egli ndjen një lëmsh në fyt ndërsa kujton momentet kur gjesti ka qenë pranë saj, kur e ka bërë të qesh, kur e ka ngacmuar, por edhe kur e ka lënduar. E shoh në sytë e tij nuk ka asnjë shkëndijë për mua. Nuk ka asnjë ndjenjë. Unë vetëm sa po gënjej veten me shpresën se diçka mund të ndryshoj. Por ai nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më do dhe nuk do të më doj asnjëherë. Ajo kafshon buzën dhe mbyll sytë për një moment, duke u përpjekur të mbledh veten. Dhe më e keqja është se, edhe pse e di të vërtetën, unë ende vazhdoj ta dua. Ende vazhdoj të mendoj për të, ende vazhdoj të pres diçka që nuk do të vijë kurrë. Jam e marrë që po lejoj veten të ndjej kështu për dikë që as nuk i intereson. Ajo ndjen një boshllëk të madh në shpirt ndërsa pranon realitetin. E vërteta është e hidhur, por sado që të përpiqet ta injoroj, sado që të përpiqet ta shtyp këtë ndjenjë, nuk mundet. Zemra e saj tashmë është e lidhur me dikë që nuk e ka dashur kurrë dhe ndoshta as nuk do ta dojë ndonjëherë.